të menduarit është një proces i komplikuar, por shumë i rëndësishëm dhe vendimtar për besimtarin në jetën e tij. Madje edhe imani pa mendim nuk ka kuptim. Për shkak kësaj që nuk ka aftësi mendore për t'i kuptuar kërkesën e imanit, është i liruar edhe nga imani. Allah na ruaj nga kjo sprovë. Për këtë arsye, mendja ka kaq rëndësi të madhe në jetën e besimtarit, kaq vendimtare në gjitha portë të jetës, duhet që të shikojmë se ky mendim i joni, kjo mendje jona, me çka po ushqet edhe kush po e udhëheq procesin e mendimit në jetën tonë të përditshme. Qase menduar është proces e ceka. Proces që realisht nuk kupton shumë aspekte. Në përmes të menduarit, realisht përmes procesit të menduarit ne kuptojmë gjërat. Kuptojmë argumentet, kuptojmë fjalët. Përmes procesit të menduarit ne gjykojmë e mirë e keqe, e dëmshme e dobishme, gjykojmë përmes të menduarit.